Trajneri i skuadrës së voleybollit për femra të Pogradecit Besnik Lisha do të vijojë të drejtojë ekipin edhe për sezonin 2025-2026. Konfirmimi është bërë nga drejtori i qendrës multifunksionale, Dorian Latifllari, i cili tha se bashkëpunimi me trajnerin do të vazhdojë edhe për vitin tjetër në vijim të projektit për ngritjen më tejshme të skuadrës. Pogradeci mbylli sezonin e kaluar në mënyrë dinjitoze duke u ndalur vetëm në gjysmë finale nga Skënderbeu në një seri të fortë që u vendos në ndeshjen e tretë me set final në favor të skuadrës korçare. Megjithatë, paraqitjet e mira dhe progresi i vazhdueshëm e bindën klubin për të vijuar me të njëjtin staf teknik. Burimet pranë klubit bëjnë me di se pas rinovimit me Lishën priten edhe disa përforcime të rëndësishme në organikën e ekipit. Objektivi është ndërtimi një skuadre më konkurruese me afrime cilësore si nga tregu vendas, ashtu edhe nga i ndërkombëtar. Disa emra të njohur janë përmendur tashmë në listën e dëshirave të drejtuesve. Qyteti i Pogradecit me një traditë në sportin e voleybollit shpreson që në sezonin e ardhshëm ekipi të arrijë të kapë finalen dhe të luftojë për titullin kampion, por edhe trofe të tjera.